Poezia i vetëm në stuhi është marrur prej kolanës 7/2019 të veprës Doktor Lazaradit e nga cikli Muret e Muzgut. I vetëm në stuhi është dhe pjesë e librit Muret e Muzgut të Lazar dhe Jozef Radit, botuar në Tiranë në tetor 1993. Kjo poezi është shkruar prej Doktor Lazaradit në burgun e vjetër në Tiranë në vitin 1949, kur ai sapo kishte hyrë në kalvarin e tij të vujtjeve. Kjo është një poezi e fuqishme e Doktor Lazaradit, e shkëputur nga cikli Muret e Muzgut, që është një nga ciklet me poezi më të trishtuemet, sepse është përmbledhje e gjithë periudhës së vuajtjeve të regjimit komunist në Shqipëri. Kjo poezi tregon thelbin e dhimbjes dhe vetmisë së tij në vitet e para të burgut. Poezia i vetëm në stuhi, shkruar në burgun e vjetër 1949, është një dëshmi e tmerrshme letrare. Ajo është një klithëm dhe një pikturë surrealiste e tmerrit. Poezia nis me ndjenjën e rëndesës fizike dhe morale. Vitet e burgut mbrandojnë pa mëshirë mbi shpatullat e brejtuna. Kjo tregon se edhe pse në vitin 1949 ai kishte rreth 5 vite burg, dënimi i tij nuk ishte vetëm kohë, por një peshë që e shtypte fizikisht dhe e konsumonte, për shembull shpatullat e brejtuna, duke sikur qielli mthyhej mbi shpinën e korrusun. Këtu dhimbja bëhet kozmike. Nuk është vetëm burgu, por i gjithë botkuptimi i tij vjetër dhe shpresa që po i thyej, duke e kthyer qenën e tij në një skelet të korrusur. Poezia nuk përshkruan muret, por një skenë makabre. Muret për gjakuna, hijet kuqaloshe vallëzonin vallën e bishave. Ky është një imazh i tmerrshëm ku hijet, që mund të jenë rojet ose torturuesit, shfaqen si hijet kuqalashe duke kthyer burgun në një arenë. Ata vallëzojnë vallën e bishave, duke zhveshur autoritetin nga çdo formë njerëzore apo ligjore. Shifja njerëz ujqën që vërtiteshin mbi të pafajshëm, bisha të etuna për gjak. Përdorimi i termit njerëz ujqën shpreh humbjen e kufizimit midis njerëzores dhe kafshërores. Këta nuk janë thjesht njerëz të këqij, por qenie të degraduara që ushqehen me viktimat e pafajshme. Titulli dhe thelbi i poezisë përmbledhen në këto vargje. Në atë stuhi të tërbueme, i vetëm isha. Kjo vetmi nuk është fizike, pasi kishte edhe burgosur të tjerë, por shpirtërore dhe ideologjike. Ai ishte i vetëm në qëndresën e tij intelektuale dhe morale përballë stuhisë të tërbueme të diktaturës. Mes ferrash e drizash i llahtarisur mbeta. Ferra dhe driza janë referenca klasike. Lazaradi, i shkolluar në Itali, e vendos veten në një ambient të tillë, i tmerruar, i llahtarisur nga ky ferr i ri shqiptar. Kjo poezi është një dëshmi thelbësore e aftësisë së Lazaradit për të kaluar nga analisti i prehtë në poetin lirik, duke i dhënë zë tmerrit personal dhe kolektiv. I vetëm në stuhi. Vitet e burgut mbrandojnë pa mëshirë mbi shpatullat e brejtuna. Duke sikur qielli mthyhej mbi shpinën e korrusun, mureve të përgjakuna, hijet kuqaloshe vallëzonin vallën e bishave. Në stuhi të tërbueme, i vetëm isha. Mes ferrash e drizash i llahtarisur mbeta, shifja njerëz ujqën që vërtiteshin mbi të pafajshëm, bisha të etuna për gjak. Burgu i vjetër, 1949.